Bashkia Shkodër ka përmbyllur investimin për rihabilitimin e rrugës që çon drejt Varrezave në kodrat e Gurit të Zi. Banorët, por edhe famullitar i zonës, Dom Rafaele Galardi, shprehen mirënjohës për këtë investim, të cilin e vlerësojnë si një shenjë respekti për të partë e tyre që kanë ndruar jetë, por gjithashtu edhe si një lehtësim të madh për kryerjen e përcjelljes për në banesën e fundit të banorëve të zonës. Për respekt gjatën e që kanë një atje. Ja bos zoti halal, bashkis, edhe njëtas janë mundu me në ndërtu. Se, a dash me marrë deknin i tu, e me qunë krah atje. Ky komunitet ka vujt të 30 vjetë për këtë rrugë, edhe kja ka një gjëma domosdoshme. Jena të kënaqën shumë, e kanë mirëprit banorët shumë këtë rrugë, edhe falenderojmë bashkinë Benet Becin. Falenderojmë Zoti, sot erdhi dita për ta përfunduar. Kjo është një anë që realizohet. Falenderojmë kryetari i bashkisë që ka bërë këtë mundësi për të pasur këtë mrekulli sot në vendin tonë. Administratori i njësisë së Gurit të Zi, Vitor Hila, thekson se prej 30 vitesh, kjo njësi ka qenë jashtë vëmendjes, ndërkohë që 2 vitet e fundit janë realizuar një sër investimesh në infrastrukturë. Janë bërë shumë investime këto 2 vite, por kërkesat e banorëve dhe nevoja për investime është shumë e madhe. Është investuar shumë pak këto 30 vite, prandaj na lypset nevoja edhe e komunitetit në bashkëpunim që të kërkojmë sa më shumë investime për komunitetin e njësisë vendore Guri Zi. Bashkia Shkodër shprehet se ky investim është pjesë e strategjisë për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në njësitë administrative.